se qenë se deklarata e djeshme trëmbi shumë njerëz, ndërto dhe kryeministrin që u morë personalisht me disa prej nesh, do e bëjmë të udhës që ta lexojmë çdo ditë dhe t'ja kujtojmë atij pse jemi për 24 të ditë në shesh. Kjo deklaratë publike sqaron edhe një herë protestuesit, gjithë bashkomasit tanë, qoftë ata që janë këtu fizikisht e ata që janë larg nesh. Por ne e dim se ata na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë një tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të gjithë qeverisë. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake për jo më pak se 12 muaj. Sigurisht që kërkojmë edhe ndryshime kushtetuese, si dhe miratimin e tyre me referendum. Këto ndryshime kushtetuese përfshin ndryshimin e kodit zgjedhor që ka marrë peng të dhënë prej 2008-s. Ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike, sepse përmes këtij ligji paratë e krimit dhe drogës financojnë parti politike dhe na marrin peng neve. Kufizimin e ushtrimit të detyrës për kryeministrin, asnjë kryeministër nuk mund të rrijë më shumë se 2 vite mbush 2 mandate në pushtet. Sigurisht, paralelisht me këto, nuk harrojmë kërkesat që janë këtu prej fillimi. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimi kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Dhe shfuqizimin e statusit dhe kuadrit ligjor të investitorit strategjik që na ka marrë gjitha tokat. Dhe të jetë kjo kontrata e re sociale mes qytetarëve dhe shtetit. Gjithçka që do të vinë vijim, do të përpilohet pas bashkëbisedimit dhe diskutimit me çdo qytetar këtu shesh. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në rëzimin e kryeministrit. Faleminderit. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqjen. Gjatjeta të gjithëve. Jam shumë e lumtur që sot jam midis jush dhe që sot jemi kaq të bashkuar dhe më të bashkuar se kurrë. Së pari doja të theksoja diçka. Të gjithë ne këtu që jemi në shesh, nuk jemi për asnjë parti politike, nuk jemi kundër asnjë shteti dhe nuk jemi as për përkraje dhe për as kundërshti të ndonjë nuk jemi as për përkraje dhe kundërshti fetare. Më kërkoj ndjes se kam goxha emocione. Kultura na ka treguar se jemi tolerant ndaj feve. Jemi mësuar ta duam njëri tjetrin kështu siç jemi. Dhe sot, më shumë se kurrë shohim që për të drejtën e përbashkët jemi bashkë, pa asnjë kusht dhe pa asnjë kriter.
Sot këtu në shesh na bashkojnë shumë gjëra. Tu në shesh jemi për vendin ton, jemi për adeon ton, jemi për njëri tjetrin dhe për ata që nuk janë këtu dhe që i presim që të vinë. Jemi për të ardhmen ton që meritojmë. E nëse do ju përmendja një fjalë më dhe, çfarë ndjeni? Se unë për veten time, përveç se dashuri, ndjej një mëm që i ka fëmijët e saj larg. Ndjej një mëm që vuan. Ktheoni bijtë e saj. Ktheoni në adreon tuaj. Pavarësisht si pa përgatitur, ne bashk, të gjithë bashk do ta gjejmë dhe do ta arrijmë atë që duam. Është koha të mblidhemi bashk, vetëm ashtu mund të arrijmë diçka, o sot o kurrë. Në të kundërt të ardhmen na tregon rrugën e largimit. Mos ta lëmë modheun ton. Le të shndrojmë bashk, do ja dalim. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Tani do të flas Denisa Kasa, një aktiviste mjedisore. Faleminderit për fjalën.